Ne jemi banor të Ukrainës për të ka gjatë prarim Arikunit. Unë jam e zgjon Kuvut, po pak rëndësika rëndësika që ne jemi banor të Ukrainës Dukatit. Dhe jemi të organizuar në Kuvend Komunitar Krajinor. Kuvendi jonë është ngritur në 2010, siç e mbani mend që kemi pasur probleme për punën e pronave dhe tashmë gjendemi përpara një situate që krajina jonë synohet të shfarose totalisht, të shpopullohet totalisht. Kjo po bëhet me metoda ekonomike dhe me metoda mojim prone, mojim të drejtash. Situata është që neve aktualisht nga ka ardhur i KMT-ja dhe kërkon të prish të gjitha njësitë ekonomike që kemi në teritorin e krajinës tonë, njësitë e mesme dhe të vogla, jo të oligarkëve dhe të tyre të mëdhenjve, njësitë të cilat mbajnë në këmbë ekonominë e krajinës tonë. Në momentin që prishen këto njësi dhe banesat shoqëruese me këto, krajina jo ngelet praktikisht pa financë, pa ekonomi dhe ne nuk mund të mbijetojmë në atë krajinë. Kështu që për këtë arsye ne mendojmë që ata kërkojnë të na shpopullojnë dhe mbas prishjes së ndërtesave kanë plan të zapojnë tokat sepse kanë rifreskuar certifikatat e pronësisë që janë të bëra me falsifikim nga zaptues dhe grabitës që nuk i përkasin krajinës tonë fare, janë bërë kompensime në mënyrë të palishme, janë bërë mbivendosje të pamerituara dhe ne për këtë arsye jemi detyruar të rimbledhim kuvendin prap edhe të organizohemi për të mbrojtur veten tonë ligjërisht edhe fizikisht nëse do të jetë e nevojshme. Po, prandaj ne sot nuk kemi ardhur thjesht për të protestuar, kemi ardhur për të depozituar kallëzimin tonë në SPAK. Kallëzimi është firmosur nga 180 banor të krajinës tonë, pra janë 180 kallëzues. Mund të bëjmë edhe disa tjerë në vazhdim, të vemi të 300 dhe 400, po kjo ishte për efekt kohësh, ta bënim sa më shpejt, sepse ne sikur është më gjatë. Ndaj kujt, ndaj gjithë atyre që janë në kallëzim, nuk u takon mua direkt me emra. Edhe për arsye të rrezikut që mund të marrë përsipër, po jo se i trembëm aty rreziku se në ballë kam dalë ja ku jam, por më tepër sepse për arsye të etikës komunikimit ato janë kallëzim të gjitha, do i depozitojnë SPAK-ut dhe SPAK-u si organi një drejtësie të re që ne kemi besim tek ai, do të na jap drejtësi, nëse është vërtet organ funksional i drejtësisë së re, me pas reformës që ka ndodhur. Tani ajo që ne kërkojmë është që të mos preken pronat e banorëve të krajinës tonë, të jepen certifikatat e pronësisë edhe për pronat e vjetra që ne i kemi qindra vjeçare, edhe për banorët që kanë marrë me 7501 që ju kanë mbajtur peng, këto 35 vjet. Sepse ne brenda krajinës nuk kemi konflikte ose i kemi minimaliste dhe i zgjidhim me njëri tjetrin në mënyrë shumë të shpejtë. Ne problemin e kemi sepse qeverit e këtyre 35 viteve na kanë mohuar të drejtën pronësore dhe nuk na japin. Mënyra se si është e shkruar në kallëzim. Por situata aktuale është që realisht edhe pse duket e egzageruar, ne gjendemi përpara një krimi kundër njerëzimit për shkak se shpopullimi sipas kodit penal shqiptar është krim kundër njerëzimit. Dhe për këtë arsye jemi mbledhur këtu para SPAK. E kuptoni që logjistika nuk është aq e thjeshtë, prandaj jemi disa qindra, se mund të vemi dhe shumë, por kemi ardhur nga Dukati, nga Orikumi, nga Tragjasi, nga Radhima në Tiranë këtu dhe kemi vështirësitë tona, kuptohet, por megjithatë thirrja që duam t'ju bëjmë organeve është kjo, që ta mbyll deklaratën time. SPAK-ut i kërkojmë të vendos drejtësi dhe të burgos autorët, të zhbëj aktet administrative që ju kanë dhënë atyre toka në mënyrë të pamerituara dhe të tjerat organet e tjera të shtetit të na japin pronat siç na takon neve, sepse jemi banor autokton qindra vjeçar dhe më të rinjt atje janë 80 vjeçar apo 75 vjeçar. Kështu që e para, e dyta, këtyre që mendojnë se mund nëpërmjet institucioneve ose qarqeve që janë korruptuar brenda institucioneve, duke përdorur institucione si KMT-ja që kanë ardhur atje dhe na kanë bërë kërcënime pa urdhër, pa asnjë lloj motivi ligjor dhe na kanë thënë ngrihuni se do ju heqim. Edhe ne kemi prova, kemi video, kemi foto për këtë. Të bëjnë se duan na prishin neve, të vinë oligarkët marrin qindra hektarë në krajinën tonë dhe ne të zhdukemi andej. Por dhe atyre ju themi që krajina e Dukatit do t'ju përgjigjet me ligj, po do t'ju përgjigjet dhe siç e kërkonin. Do t'u japim si ta doni ju. Bravo! Jo, kjo nuk është protest.
Kjo është, ne jemi banorët që kemi bërë kallëzimin këtu. Do me thënë, ka ardhur çdo banor për të depozituar kallëzimin me avokatin e tij që është zoti Arben Langozi, të cilin e falenderojmë shumë, sepse ka bërë një punë të jashtëzakonshme të përkryer, ka formuluar një dokument, një kallëzim që është për mendimin tonë është akt historik për gjithë tragjedinë e popullit shqiptar të 35 vjet, po thjesht përfaqëson krajinën tonë për momentin, se ne për atë kemi prova. Dua të bëj edhe diçka të fundit që ta qartësojmë, sepse deklaratat e forta mund t'i marrë dikush si diçka tjetër. Ne nuk kemi plane të bëjmë luftë të armatosur kundër shtetit tonë, absolutisht jo, por grabicit dhe ata që janë të veshur që kanë një uniformë dhe e keq përdorin, që në fakt ata janë kriminalët e vërtet, ta dinë që do përballen me protesta të forta, shumë të forta, të modelit europian, po nga ato të tipit francez e shpresojmë jo revolucionit francez, domethënë. Ta kemë parasysh. Bravo Pioli, bravo. Dhe cilët janë zyrtarë të lartë, se ka të tillë të kallëzuar nga ana juaj? Janë të dy elementë, edhe grupi strukturuar kriminal, por kemi kallëzuar edhe zyrtarë të lartë, duke filluar nga kryeministri, për arsye sepse ashtu siç ja kanë parashtruar banorët, kanë parashtruar para zyrës time duke thënë se ata poshpopullohen dhe ne referuar në 74 të kodit penal, është përcaktuar në mënyrë të qartë se kur politikat e një shteti krijohen të atilla për shparosjen apo shpopullimin e tij, përbën krim kundër njerëzimit. Dhe për këtë, duke filluar nga këtu dhe të tjera me raste, duke filluar nga mënyra e marrjes pronës, e cila shtrihet ndër vite, pra kemi marrjen të një pasurie me dokumenta të falsifikuara, e cila është me një periudhë kohore nga viti 1991 e deri tani. Pra, këta banor janë pajisur me AMTP, janë në kërkim të pronave të tyre të vjetra, dhe pa dashur një moment të bukur dalin disa persona dhe e përfitojnë të pasuri. Kjo pasuri është tjetërsuar, është kaluar me certifikata pronësie. Pra, ky është shteti jon, i cili që nga viti 1991 kur i ka pajisur me dokumenta pronësie, nuk i ka regjistruar në ASHK, një falsifikator brenda një dite regjistron të gjitha pasuritë, i merr dhe i tjetërson dhe aktualisht janë dhënë dhe leje ndërtimi. Është dhënë leje ndërtimi edhe në raportin e jateve, ku është shitur kjo pasuri prej 400.000 eurosh, kur vetë investimi i lënë detyrë nga shteti shqiptar kalon miliona euro. Pra ne kemi skema të mirëfillta, që jo vetëm korruptive, por kemi pastrim produkti. Ne e kemi zgjeruar hetimin tonë sepse shumë abuzojnë me pasaportën amerikane. Pra ne jemi shtetas amerikan tonë disa dhe kërkojmë që të marrin pasurinë për këtyre shtetas dhe janë drejtuar institucioneve. Por derisa këta shtetas abuzojnë me pasaportën amerikane, ne jemi drejtuar që hetimet të shtrihen dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ky kallëzim është gjithëpërfshirës, është për të gjitha rrethanat e paraqitura që nga viti 1991 e deri më sot. Janë intensifikuar. Shtetet amerikane kemi fjalë. Këto janë informacione konfidenciale, por bëhet fjalë edhe për politikanë të lartë të Shteteve të Bashkuara, po e disponojmë edhe emrin, të cilën kemi thënë do ta lëmë sekrete ti. Po, për ta marrë që jemi në adukat, jo si ka shkëm, denara apo miratim të organeve të zbatuese. Kështu vlerësoj ditën e vijim, ne do bëjmë me tije edhe emrin. Është prezantuar si një mik i madh i shqiptarëve, një person i cili vjen edhe kërkon të përvetsojë. Mendoj vinë verë herë dhe bëjnë takime informale, ka qenë edhe këtë verë. Për mes kompanive, për jo nuk është zyrtar në detyrë. mos është me oligark. Vllai me oligark. Zoti Langozi nuk përmendet asnjë emër. Kush janë subjektet e kallëzuar? Janë zyrtarë Fillojnë nga kryeministri, i cili ka miratuar leje me dokumenta të falsifikuara dhe vijojnë edhe të tjerë me radhë duke qenë gjithë personat që kanë dhënë pronën me dokumenta të falsifikuara, kanë miratuar pronën me dokumenta të falsifikuara dhe subjekte të tjerë të cilët për çfarë vepre kryeministri? Vepra është përdorim detyre dhe veprën penale të krimeve kundër njerëzimit parashkuar nga neni 74. Shpresoj që ky është dhe mendoj që ky është kallëzimi i parë në Shqipëri për këto vepra, po të gjithë ne
jemi dëshmitarë se si vëllezërit dhe motrat tona janë jashtë Republikës së Shqipërisë për shkak të këtyre politikave diskriminuese për qytetarët shqiptarë. Dhe vlerësoj që kjo të e thotë. Janë krijuar disa kompani të cilat mbështesin njëra tjetrën dhe kemi një skem të mirëfillt të Si quhen këto kompani? Janë disa, nuk është se është një kompani, janë shumë. Kryesor janë. Mund të thoni një emër zoti Mangoz? Tani Keni ardhur për një kallëzim, jeni me qindra qytetar. Mendoj që këto do t'i përkasin sekretit e timor, se s'dua që të cënoj askënd pa folur drejtësia. Dhe unë kam shumë besim edhe klientët që më përfaqësoj. Ligji do funksionojë drejtësia, në çdo rast tjetër. Do të kem besim të organet e drejtësisë. Kemi prova të cilat provojnë që pushtetat ka qenë Republika e Shqipërisë, kemi prova që është promovuar nga kryeministri i Republikës së Shqipërisë, kemi prova të cilat aktualisht pushtetas sipas asaj që ne kemi pretenduar, jemi drejtuar Departamentit të Shtetit, FBI-s, ambasadës dhe gjithë institucionet për të kryer hetime ndaj këtyre. Çfarë do bëj sa Bravo. Do firmosim kallëzimet që të gjithë mos largohet njëri. Ja filloj që këtu. Aty të kalojmë te bari, aty dhe fillojmë me firmosin. Në radhë, s'ka gjë. Ngull natën, ngull servi. Në Orikum, jam Orikuma. Pationi ngull natën, servi unë shkull ditë. Kemi për të firmosur. Pationi është i PD. Mos largohet njëri pa hedhur gjithë firmën. Gjithë banorët e krajinës Dukat Rajas Radhi Nuk e di Moriku. nga është. Kalojmë atje ku ishim, do të jemi tryezë që të filloj Ka që firmosja. të vijë natën ai edhe unë i shkull ditën. Se blokoni rrugën, ju lutem. Atje ku ishim.